Një tjetër kapitull i madh i rivalitetit më të zjarrt të lojrave dimërore u mbyll me triumfin e United States ndaj Kanada në kohën shtesë në një finale dramatike në Milano. Heroina e mbrëmjes ishte Megan Keller, e cila shënoi golin vendimtar duke ngritur në këmbë tifozët në arenën Santa Giulia. Turneu konfirmoi se hokej i femrave po jeton një moment të artë. 61 sportiste nga Professional Women's Hockey League realizuan 65 gola, gjë që dëshmon rritjen e jashtëzakonshme të nivelit konkurrues. Me sfidave organizative dhe problemeve shëndetësore në fillim të garës, vëmendja u përqendrua dhe te rikthimi i legjendës kanadese, Marie-Philip Poulin, e cila theu rekordin në gola në atë që mund të jetë paraqitja e saj e fundit olimpike. Hokej për femra është transformuar rrënjësisht këto 4 vitet e fundit, duke u shndërruar në një ligë profesionale të qëndrueshme që vetë atletet luftuan për ta ndërtuar nga themelet pas lojrave olimpike të Pekinit 2022.